أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, atij bëjmë lavd, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje prej Allahut nga të këqijat e shpirtit ton dhe nga mëkatimet e veprimet tona. Atë që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush që ta devijojë, dhe atë që Zoti me drejtësi e lënë lajthitje nuk ka kush që ta udhëzojë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë me merit përveç Allahut, njëri vetëm pa rival, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij. Dietari i nderuar Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alaihi vazhdon librin Kitab at-Tauhid me temën Babun ma jaa fil musawwirin. Argumentet e treguara për formë dhënësit. E ka shënuar këtë temë autori, Allah e mëshiroft, për shkak se kë veprim, kjo punë që më dhon formë krijesave frymore, pa marrë parasysh në letër apo në gur i dru, është rrugë e cila të dërgon në shirk e me të cilën kundërshtohet tauhidi. Çdo rrugë e cila dërgon çon tek shirku, ajo rrugë e kundërshton tauhidin. Edhe nëse personi nuk e ka me qëllim për me bë shirkun, për me adhuru, se ndodh që personat cilët i bëjnë skulpturat apo pikturat apo fotografit, ndodh që nuk i adhurojnë. Dhe kjo është një gjë e dëshmuar sot. Por se veprimi si veprim është rrugë që dërgon tek shirku. Dhe për çdo rrugë e cila dërgon në shirk, edhe nëse personi nuk është i bindur, e kundërshton shirkun, veprimi në fjalë që ai ka bërë është në kundërshtim me besimin e drejtë, me njëshmërinë, me njësimin e Allahut subhanahu wa taala. Kjo argumentohet me atë që jemi të informuar përmes shpalljes hynore, përmes Kuranit famlar dhe haditheve të Rasulullahit alayhi salatu wasalam dhe gjurmëve të selefit. Dhe ajo që neve në pasqyrohet në këtë kontekst se ky veprim është rrugë që të dërgon në shirk, kemi si argument historinë e popullit e Nuhut alayhi salatu wassalam, ku ata nuk startuan me njëherë me shirk, por se shejtani i mallkuar në mënyrë graduale i futi ata në qorë sokak, ku i dërgoi përmes kësaj rruge të errët në shirk, siç ka ardhur në etherin e Abdullah ibn Abbasit, se në fillim shejtani i ka inspiruar për të bërë skulptura, idhuj për njerëzit cilët kanë qenë të devotshëm, cilët e kanë zbatuar, e kanë implementuar drejt urdhrin hynor, me bërë skulptura që përmes tyre me kujtu Allahun subhanahu wa taala. Kështu shejtani i mallkuar ka startuar për duke manipuluar me mendjen e atij populli. Dhe pasi ka kaluar kjo gjenerat, atëherë ka filluar duke i futur cytje që të bëhen ndërmjetës tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe kështu pra kanë rënë në shirk populli i Nuhit alayhi salatu wasalam. Pastaj kemi rastin
e popullit të Ibrahimit alayhis salam. Edhe ata kanë qenë që i kanë adhuruar idhujt. Po ashtu edhe Beni Israilet e adhuruan viçin e frymësuar nga ana e Samiriut. Pra ngjarjet e kaluara janë një argument i qartë që aludojnë, sinjalizojnë dhe argumentojnë qartë në ndalimin e kësaj vepre të shumtuar. El musawwir quhet ai person i cili pikturon frimorin, krijesën që ka shpirt, siç është njeriu, kafshët, shpezët, e kështu me radhë, apo që skulpturon, që jep formë gurit, drurit, apo mjeteve tjera me të cilat marohet dhe përpunohet skulptura, jepet formë e krijesës frymore, apo fotoja përmes aparatit, apo video përmes kamerës. Të gjitha këto përmlidhen në termin el musawwir, ai që jep formë, qoftë me dorë që e pikturon ose e skalit skulpturën, apo me anë të gishtit që prek një sust ku del dhe shfaqet fotografia, apo që e aktivizon kamerën e tij dhe xheron me të. Gjitha këto veprime quhen tek ky emër, pra formë dhënësi. Dhe Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi për të argumentuar këtë temë ka startuar me hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ka thënë: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thënë i dërguari i Allahut, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të, qala Allahu ta'ala, thot Allahu i lartësuar. Pra këtu kemi të bëjmë me hadithin kutsi. Dhe në ligjëratat e kaluara kemi sqaruar definicionin për kufizimin e hadithit kutsi, që është fjala e Zotit në mënyrë tekstuale dhe kuptimore. Ky është për kufizimi më i drejtë që i dhënë nga dietarët. Dhe se hadithi kutsi është argument që fakton mbi cilësinë, atributin e të folurit të Allahut. Pra fjala e Allah, siç është Kurani, fjalë e Zotit, dhe jo e krijuar siç kanë deklaruar disa fraksione të devijuara. Pra Rasulullah alayhi salatu wasalam, këtë hadith po thot, ka thënë Allahu i lartësuar: "Wa man adhlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." A ka ma zullum? Në kush është ma zullumqar, ma i pa drejt, se sa ai i cili krijon si krijesa ime. Dhe vazhdon: fel yakhluqu dharratan. Ky person le të krijoj një grimc, au li yakhluqu habbatan, apo të krijon një far që përmes saj bin bima ose pema, au li yakhluqu sha'iratan, apo le të krijon një pem. Ky hadith nga Rasulullah alayhi sallam, që ka transmetuar fjalën e Zotit të tij, është një argument i qartë se Allah subhanahu wa taala e kundërshton veprimin që përmes tij robi shfaq formën e një prej krijesave me shpirt. Pra Allah subhanahu wa taala e ka qortuar dhe ka prur shembull një grimc, farën
apo lisin, që në realitet këto gjëra sipas shariatit islam janë të lejuara me u pikturu. Lisi, fara, nuk hinë në kontekstin e ndalesës. Por sa Allah subhanahu wa taala, siç e përmendin dietarët, i ka përmendur si shembull që përderisa ju këto gjëra nuk mundi t'i bëni, edhe nëse e pikturon farën, ti nuk mund ta bësh gjallë, atëherë si ke për të krijuar një gjë që unë ta për t'i dhënë formë një gjë që unë ty ta kum ndalu. Prandaj ky është një paralajmërim nga Allah subhanahu wa taala që robi të mos insistoj dhe të bëj këtë punë të shëmtuar. Mund të thot dikush e kam pasion pikturën apo fotografin, apo dikush thot që e kam profesion, nuk e kam për qëllim që t'i bëj rivalitet Allah subhanahu wa taala. Ky nuk është argument, nga se qoftë edhe shkencë, si shkencë në veti, siç është fakulteti i skulpturës, apo pikturës, apo arteve, si quhet, do thot edhe nëse quhet nga njerëzit shkencë në vete, kjo shkencë është ndaluar në islam. Dhe nuk duhet të argumentohet Islami e don shkencën. Islami e don diturinë, po diturinë e dobishme, jo diturinë që ndihmon haramin, jo diturinë që e motivon njeriu me bë gjëra mëkate kundër Allahut subhanahu wa taala. Më pas vazhdon Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi një hadith nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, cilën pashtu e transmeton Muslimi dhe Buhariu në sahihet e tyre, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, se vërtet pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, ashaddu an-nasi adhaban yawm al-qiyamati alladhina yudhahiuna bi khalqillah. Njerëzit me dënimin më të ashpër ditën e kiametit do t'jenë ata cilët e shfaqin veprën e cila ju përgjason me krijimin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe ky hadith nga Rasulullah alayhi salatu wasalam ka ardhur si paralajmërim, duke treguar se kush bën piktur, fotografi, ingjizim të krijesave frymore, është nën paralajmërimin hynor që do t'i ekspozohet dënimit për Allahut subhanahu wa taala. Do t'i ekspozohet dënimit të Allahut subhanahu wa taala, nga se këta kanë shfaqur një vepër që në Allah subhanahu wa taala e ka konsideruar që me të robi mundohet t'i përgjasoj Allahut subhanahu wa taala. Prandaj shikoni në hadithin që lexuam më lart nga Abu Huraira, hadithin qudsi, wa man adhlamu, e kush është më zullumçar. Pra në hadith e ka quajtur Allah subhanahu wa taala personat e tillë që bëjnë një punë të tillë të shëmtuar prej zullumçarëve të mëdhaj. Dhe në hadithin e Aishës po thot ashaddu an-nasi adhaban, njerëzit që do të kenë dënimin më të ashpër, kush janë ata që e bëjnë këtë mëkat. Dhe vazhdon me hadithin e tretë nga Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhuma, që thot, sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut duke thënë, kullu musawwirin fi an-nar, çdo person që bën punën e pikturës, skulpturës, fotografisë, është në zjarr.
yuj'alu lahu bi kulli suratin suraha nafsun yu'adhabu biha fi jahannam. Dhe çdo pamje që ka formsuar, që i ka dhënë formë, do t'i jepet shpirt dhe me të do të dënohet në xhehenem. Kjo është paralajmërimi i tretë me këtë hadith që na sqarohet nga Rasulullahi alayhi salatu wassalam. Shikoni pra, çdo musawwir, çdo kush që i jep formë një krijese frymore është në zjarr. Pra, këtu dietarët kanë thonë se hyn, siç e përmendëm në fillim të ligjëratës, ata që pikturojnë me dorë, ata që fotografojnë me aparat apo edhe me kamerë. Dhe nuk ka dallim. Çfarë dallimi do të sjellin njerëzit që thonë jo, nuk është për qëllim aparati, por është vetëm piktura që bëhet me dorë. Kur nuk ka dallim në veprim. Përkundrazi, dallimi është se piktura që quhet si pikturë, personi që e bën atë pikturë ka edhe jep mund edhe më tepër. Me pikturu një personazh, një personalitet, një portret, ka mund, nuk mund çdo kush me pikturu portretin. Dhe se ma aparat është e njëjti efekt, me dorë ki me prek sustën për me dal fotografia. Madje fotografia është edhe më e keqe, nga se portreti nuk mund tjetë më i përsosur në pasqyrimin e portretit ashtu qysh e shfaq aparati apo edhe kamera që e shfaq edhe duke lëvizur, është edhe më rrezikshme. Pra nuk ka dallim këtu. Dallimi është se aparati është edhe më i përsosur, që e përsos këtë gjëna më tepër shfaqja më të zbukuruar, më efikas. Prandaj gjithë këta persona, dietarët ku e kanë komentuar këtë hadith e kanë sqaruar se këtu nuk hyn vetëm ata që bëjnë piktura, por ata që bëjnë fotografi. Dhe është çudime ata dietarët që e kanë lejuar fotografien, ku këta dietar, siç është rasti e Imam Albanit rahmetullahi alayhi, e akuzojnë për dhahiri. Në realitet tan këtë mesele kanë rënë dhahirizëm. Këta që thonë se është për qëllim vetëm piktura, nuk është aparati. Ky është dhahirizëm puro. Dhe kjo është një argument se Sheikh Albani nuk ka qenë një dhahiri, si që akuzojnë kundërshtarët e tij. Po ashtu nga Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhuma e sjell edhe një hadith Muhammed ibn Abdul Wahhabi si argument të kësaj teme: men sawwara suratan fi dunya, kush e bën një fotografi, një pikturë, një skulptur në këtë dunja, kullifa an yanfukha fiha ar-ruh, do të ngarkohet ditën e gjykimit që me afut shpirtin, frymën asaj gjë që ajo ka bën. Walaysa binafikh, por se ai nuk është që ka me mujt me i dhonë shpirt. Çto hadith e vllazni që i lexuam deri me tani na jepen disa paralajmërime, disa mësime që robi duhet me qenë vigjilent, i kujdesshëm që mi pas parasysh. E para është se ai që e bën këtë veprim ka bërë një prej krimeve më të mëdha. Dikush mundet me thonë, po shirku është krimi më i madh, nuk ka dyshim. Por se hyn kapitullin për krimeve të mëdha, çdo rrugë që çon
tek shirku. Në fillim thanë se kjo vepër e shumtuar është rrugë që na çon neve te shirku. Prandaj kjo është për krimeve të mëdha, kjo është e para. E dyta, kush vdes duke e bën këtë punë do të ketë dënimin më të ashpër. E dyta, çdo person që ka bën këtë vepër nuk është penduar, ka vdekur, do t'i jepet shpirti asaj pune që ka bën, atë fotografi, atë pikturë, atë skulpturë që ka bën, dhe bashkë me të do të dënohet në zjarr. Dhe e treta, e katërta, do t'i thuhet ditën e gjykimit që me i dhon shpirt ai person që ka bën atë punë, po ai s'ka më shumë. Dhe paramendo kur dikush të gjykon duke të kritikuar ashpër, edhe thot bëni çet punë, dhe ti nuk ki kapacitet as forcë, qoftë mendore apo trupore, me bani një punë, fillon ai gazepi shpirtëror me ta që ti s'mundesh me lanë vend nuk nxinet. Edhe ky është një prej dënimeve të mëdha që ka me përjetu personi i tillë ditën e gjykimit. Më pas, Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi ka sjellur nga Muslimi një argument an Abi al-Hayyaj, njëri prej tabiinëve edhe shkruas e atyre gjërave cilat i ka kërkuar për të shkruar Khalifja Aliu radhiyallahu ta'ala anhu. Ka qenë shoqërues e Aliut, Allah të qoftë i kënaqur me të. Ka thënë, qala li Aliun, më ka thënë mu Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I ka thënë Aliu, atë dërgoj unë me një detyrë që më ka ngarkuar mu Rasulullah alayhi salatu wasalam. Në cila ka qenë e detyrë që e ka ngarkuar pejgamberi alayhi salatu wasalam Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, an la tada suratan illa tamastaha. Ku dëgjon sura, pra krijesë që është dhënë forma, qoftë në mër, qoftë në nguri, qoftë në vis, me shly, me eliminu, wala qabran mushrifan illa sawaytahu, edhe çdo varr që është i ngritur me rafshu. Kjo ka qenë porosia e Rasulullahit alayhi sallam që e ka dhënë Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, dhe Aliu ja ka dhënë shokut të tij urdhën që ku dëgjon piktura, ku dëgjon fotografi, me i shly. Këtu dietarët kanë thonë mjafton m'ia hek kokën, nëse koka është ajo që është ndaluar ose fotografuar. Trupi i krijesës është e lejuar, ndërsa koka kryt është ndaluar. Dhe po ashtu edhe vorret që janë të ngritura me i bë rafsh. Urdhri i Rasulullahit alayhi sallam. Nuk është kjo ideologji vahabiste, siç e quajnë. Po kjo është rruga e pejgamberit ton të dashur, Muhamedit alayhi sallam. Rruga e Aliut, që shumë prej shijave, prej rafidive, prej batinive, prej sufive, thirrën se pasojnë këtë udhëhec të drejtë të besimtarëve Aliun radhiyallahu ta'ala anhu. Ndërsa Aliu ka këshilluar që me i prish vorret çka nuk kanë qenë specifikuara për adhurim siç janë tyrbe në kohën e sotit. Pra mënos çush do të ishte çështja për tyrbe, që nuk do të diskutoj më përsore, është që të zhduken tyrbe sipas shariatit. Dhe këtu duhet të kemi kujdes vëllezëni. Nuk i lejohet
mënyrë individuale, secilit musliman në kryen veti mu quhet me thonë të shkretën si në mëj tyrben. Është udhëhetësia. Ata janë kompetent që e zbatojnë shariatin. Neve nuk jemi kompetent. Ne jemi kompetent që ta transmetojmë të vërtetën. Ta themi hakun. Ç'kjo është islame, ç'kjo nuk është islame. Nuk është islam adhurimi i varrezave, siç pretendojnë tarikatët. Nuk është islame ngritja varrezave, me ndërtu me mermerëm ku ta diun, me shpenzu pare e në kot. Nuk është kjo islame. Islami është ashtu qysh na është sqaruar se si duhet të jenë varrezat, dhe e kemi përmendur në ligjëratat e kaluara. Prandaj vllazni, ky është një argument kundër shijave, kundër kuburive, në përgjithësi batinive, se Aliu radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë pasues i denje i tauhidit dhe luftues i ashpër i shirkut dhe çdo rrugë të shirkut. Tem tjetër që ka vazhdu Imam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi është tema e titulluar Babun ma jaa fi kathratil halif. Çfarë është transmetuar në lidhje me betimin e shpesht? Qëllimi është me ata që betohen shumë. Për çdo gjë bën ben Allahun subhanahu wa taala. Dhe në këtë temë ka dashur për t'ia sqaruar se nuk është prej etikës, prej edukatës së muslimanit me mësu gjuhën e vet edhe me bë be një dyta në Allahun subhanahu wa taala. Kjo nuk është prej moralit të muslimanit, prej akhlakit të muslimanit. Dhe ka sjellur thënin e Allahut subhanahu wa taala ku thot wahfadhu aymanakum, mbani, ruajeni betimet tuaja. Në këtë ajet Allah subhanahu wa taala në surën Maida ajeti 89, Allah subhanahu wa taala ka treguar se si duhet shpaguar, çka duhet me bë muslimani kur e thyen betimin që ka bën Zoti. Be kur bën personin Zot, nëse e them nuk e man, çka duhet me bë. Dhe po ashtu tregon këtë ajet Allah subhanahu wa taala se nuk ka gjë për atë që betohet pa qëllim. Do dikush betohet se ka pas për qëllim me u betu në Allah subhanahu wa taala, i ka shpëtu gjuha, siç ndodh sot shpesh ne, është bër si themi shprehje gjuhës, vallahi, do të thonë kjo shprehje jo që e ka për qëllim do të thot me bë ben Allahun subhanahu wa taala, po i ka me shprehi, edhe pse nuk duhet me pas këtë shprehi. Po nëse i ndodh personit pa dashje, pa qëllim, atëherë Allah subhanahu wa taala nuk ja merr. Dhe në këtë ajet Allah subhanahu wa taala thot la yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Allah subhanahu wa taala nuk ju ndëshkon për betimin që e bajnë pa qëllim. Allah nuk e ndëshkon. Allah është i mëshirshëm. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Por ju ndëshkon për betimin e bërë me qëllim. Edhe që e ke thy, se ke majt. Këtu pasën ndëshkimi Allah subhanahu wa taala. Fekafaratuhu, më thonë, larja e këti gjunari, larja e këti mëkati, çfarë është? No, kur e bën njëri be Allah edhe nuk e man, çka duhet me bë? Thot Allah subhanahu wa taala it'amu 10 masakin, me ushqy 10 të varfër. Çfarë mënyre? Min awsati ma tut'imuna ahlikum, nga ai ushqimi mesatar që ti e jep familjes tënde. Pra me një ushqim mesatar. Qysh e jep familjes tënde? Me zgjedhat mesatare dhe me ia dhon 10 dëvarfneve. Au kiswatuhum, apo
me i dhon rroba, me i veshmbath. Nëse nuk e bën këto, nuk i me dhon 10 varfën dhe ushqim, se edhe vetë je i varfën, thot au tahriru raqabatin, ose le ta liroj një sklav, rob. Nëse nuk e ki asta, faman lam yajid, e kush nuk i ka këto, fa siyamu 3 ayyam, atë për të mbetet që me agjëru 3 ditë. Shkone Allah subhanahu wa taala nga mëshira e tij, robi kur të mëkaton, nuk i ka thonë vetëm që tu e ki rrugën, por e ka thonë disa opsione, disa rrugë që robi përmes tyre me e pastru veten e tij prej gjunahut, prej mëkatit. Pra, me rujt betimin, mos me e ba tradit robi mu betu në Allah subhanahu wa taala çdo çast. Por se dietarët kanë thonë që shruhet betimin Allah subhanahu wa taala, çu duhet me eduku veten muslimani që me u betu në Allah vetëm në rast nevoje, kur kërkohet, kur për ty njerëzit dyshojnë, të akuzojnë për diçka, në ti je i pastër, atëherë lejohet që ti më u betu në Allah subhanahu wa taala. Me bo bejnë Allah që me i largu dyshimet. Normal duke si edhe dhe argumente tjera, ama jo për shka do me bo bejnë në Allahun subhanahu wa taala. Ka si një hadith Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi nga Abu Huraira, që thotë se mjetu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yekule, kam dëgju pejgamberin, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të, duke thënë el halifu manfaqatun lis-sil'ati, betimi e pakson mallin. Betimi e pakson mallin. Haqatun lil kasbi, dhe e shparos fitimin. Pra, ky hadith ka të bëjë lidhje me ata që tregtojnë. Zakonisht tregtarët, si thonë popullit, ta çojnë kryt me të bobe. Betimet shumë ta kanë. Do më thonë gjatë desa ta shet mallin ta lënë dorë. Do thonë është e mirë, është ashtu dhe bën ben në Allahin, me i thonë me ben kryt fëmijëve, që është prej shirkut, që s'bën muslimani me bobe, aty nuk bën. A në Allahun subhanahu wa taala shumë lehtë e bën betimin. Pra në tregti betohen njerëzit, siç është e njohur, domethënë. Dhe këtë mall që e shesin dhe e blejnë njerëzit atë mall, dhe ata që e bëjnë këtë punë duke u betuar dhe i mashtrojnë blerësit me betime të shumta, runa Zot, nuk kanë bereqet në atë fitim. Këto është kuptimi i hadithit. Edhe nëse shet mallin, s'ka me pas bereqet të ai fitim. Të ajo pasuni që e ka marrë prej duke i mashtruar njerëzit, duke i manipuluar për mallin e tij të keq, e ka mashtruar blerësin, duke i bë ben Allahun subhanahu wa taala. Nuk ka me pas bereqet ai në pasurinë që ka fitu duke u betu rajshëm në Allahun subhanahu wa taala. Vazhdon Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi me hadith tjetër si argument nga Salman radiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, që pejgamberi alayhi sallam ka thënë, thalathatun la yukallimuhumullah, 3 persona, 3 kategorit njerëzve, Allahu nuk ka me ju fol. Allahu subhanahu wa taala nuk ka me ju fol me mëshirë. Wala yuzakkihim, dhe as nuk ka me i pastru.
Allah subhanahu wa taala ne dim për ehli sunetit është që mëkatarët janë në dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Kënd don Allah e fal dhe kënd don nuk e fal. Dhe ka për mëkatarëve që Allah ka me i pastru, ka me i fal. Ama këta tre lloj njerëzish nuk ka me i pastru Allah subhanahu wa taala. Wa lahum adhabun alim. Dhe për ta do të ketë dënim të dhëmshëm. Kush janë këta tre persona, këta tri kategori? Ushaymitun zanin, një person i thim e zinaqar, për unë e zot. Një person i thim që ka thim koka, mjekra, nëse ka mjekra, ta shumë i të s'kan, u thim e është zinaqar. Wa ailun mustakbirun, edhe një i varfën, një miskin e me një madh. I treti wa rajulun ja'ala Allaha bida'atahu la yashtari illa bi yaminihi wa la yabi'u illa bi yaminihi. Pra edhe një person i cili e ka bë Allahun mall të tij. Si e ka bë Allahun mall të tij, unë zot, që nuk blen, nuk shet asgjë vetëm se duke u betu, edhe nuk blen asnjë sen vetëm se duke u betu. Çta tre persona, su tri kategori njerëzve, Allah subhanahu wa taala as ka me i fol, as nuk ka me i pastru. Për këti gjinoj, shikoni subhanallah dënimin. Edhe, më thonë, tri gjëra e godasin personin nëse e bën njërin për këture gjinave. Ose nëse është zinaqar i moshuar, Allah e mos në baft, ose nëse është miskin i varfën e krye lartë me ndihmadh, ose ky tjetri që nuk din me nshu vetëm betohet rrajshëm duke i manipulu njerëzit, qoftë domethënë blerje, qoftë në shitje. Pra këta tre persona çka do të jenë, që Allah subhanahu wa taala nuk ka me i fol. Kjo para, e dyta, Allah nuk ka me i pastru, dhe e treta, dënim dhëmshëm. Dënim dhëmshëm. Këto tri gjëra. Dhe tek zinaja vllazni na mjafton ajeti kuranor wala taqrabu zina, dhe mos i afroni zinas, innehu kana fahishatan wa sa'a sabila. Vërteta e punë është punë e keqe, shumtu me çoroditne. Dhe rrugë e mallkume, rrugë e keqe. Dhe ka vazhdu në një hadith tjetër sahih nga Imran ibn Husayn radhiyallahu ta'ala anhu, që ka thonë, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thonë i dërguari alayhi salatu wasalam, khayru ummati qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Më të mirë prej ummetit tim janë gjenerata ime, pastaj ata që pasojnë, pastaj ata që pasojnë. Pra këtu Rasulullah alayhi sallam i lavdëroi sahabit, gjenerata e Rasulullah alayhi sallam. Disa termin qarn e përkthejnë shekull, e ka dhe këtë domethënin në gjuhën arabe, ama qëllimi këtu në hadith është gjenerat. Dhe generatat në kohën e Nuhit kanë qenë 900 vjet, 950 ka thirr Nuhi alayhi sallam ndinën e Allahut azza wa jall. Dhe në këtë kontekst kuptohet në hadith si gjenerat, dhe jo si shekull që është 100 vjet, po gjenerat mund të jetë 40, 50, 100, e kalon 100-shin, në varet se sa Allahu subhanahu wa taala ju ka dhënë ymër, jetë. Pra në këtë hadith Rasulullah alayhi sallam po e lavdëron gjeneratën e tij. Pse? E para vllazni, sahabit e kanë parë Rasulullahin alayhi sallam, edhe i kanë besu. Mirësia Allahut që e ka dhënë kësaj gjenerate. E kanë pa pejgamberin alayhi sallam duke fol, duke ec, kur i kanë dalë
lot nga syt e tij që ka qenë për umetin e tij, për birin e tij që i ka vdekur Ibrahimi, e kështu me radhë, e kanë përjetuar çastet e dhimbshme të Resulullahit alayhis salam. Dhe kanë jetuar çdo moment me Resulullahin alayhis salam. E dyta, kanë luftu bashkë me to. Kanë bërë xhihad me Resulullahin alayhis salam. E kanë ndihmu. I kanë dalë mbrojtje me veten dhe pasurinë e tyre. E treta, ata e morën fen, Kur'anin, Sunetin, direkt për Resulullahit alayhis salam. Dhe e katërta, këta janë që e përhapen këtë mesazh Zotit në lindjen Perëndim. Ka dhe dobi tjera që neve në bëjnë për t'i dashur dhe për t'u afruar me respekt gjurmeve të kësaj gjenerate. Kush i don sahabit këtë gjenerat, është sheje e imanit, besimit, ndërsa nuk i urrejnë këta persona vetëm sa ai që është kafir ose munafik. Nuk mundet më kanë musliman e mi urrejt shok të Resulullahit alayhis salam. Rafidit çka kanë bë për me mlu këtë marrë, këtë mkat, kanë shfaq dashurinë ndaj familjes pejgamberit alayhis salam, e duke i gjujtur në kufër shok të Resulullahit alayhis salam. Prandaj një prej shenjave të imanit është dashuria ndaj sahabive. Prej shenjave të kufrit, nifakut, është urrejtja dhe zidia, hasedi për gjeneratën e parë të umetit, për sahabit. Ka vazhduar me këtë hadith, Imrani vazhdon, fela edri e dhekere ba'de qarni marratayn aw thalathan. Nuk e di, tash nuk është i sigurt ky sahabi Imrani pas gjeneratës ti ai ka përmend 2 gjenerata apo 3. Kjo tregon se sa të kujdesshëm kanë qenë në përqimin, transmetimin e fjalëve të Resulullahit alayhis salam. Thumma inna ba'dakum qaumun yashhadun. Thot pastaj do të vinë pas juve një popull që dëshmojnë wala yustashhadun, dhe nuk i kërkohet që të dëshmojnë, wa yakhunun wala yu'tamanun, pra që tradhtojnë dhe askush nuk i lë amanet. Ka marrë një popull që kanë me pas sifat me tradhtu, edhe kërkush nuk ka me ilan amanete. Wa yanziruna wala yufun, që zotohen, bojnë betime dhe nuk e përmbushin zotimin. E jepin zotimin duke bërë dhe ben Allahun subhanahu wa taala, edhe nuk e përmbushin këtë zotim. Wa yadhharu fihi siman, dhe ju shfaqet këtyre personave trashësia. Ju shfaqet trashësia. Këtu dietarët kanë thënë trashësia mund të shfaqet edhe një personi që zbaton drejt fjalën e Allahut dhe të Resulullahit alayhis salam. Por se nëse i shfaqet trashësia një personit që i plotson këto kritere të këtyre gjunaheve që i përmenden për këtij hadithi, atëherë këtu është paralajmërimi që është e përbuzme trashësia për këta persona që e kundërshtojnë fjalën e Allahut, dhe jo për ata persona që pa dashje e dojnë Allahun, e dojnë Resulullahin alayhis salam, e dojnë dinin e Zotit, por se e kanë smundje me utrash. Këta nuk hynë në këtë hadith të Resulullahit alayhis salam. Pastaj ka sjell Muhammed ibn Abdul Wahhabi hadithin nga Ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu, që pejgamberi alayhis salam ka thënë khairun nasi qarni,
njerëzit më të mirë janë gjenerata ime. Në hadithin e Imranit ishte khayra ummati qarni, prej ummetit tim është më mirë është gjenerata ime. Këtu njerëzit më të mirë janë gjenerata e ime. Thumma alladhina yalunhum, 3 herë ka thonë, pastaj ata që vinë pas meje, pastaj ata që vinë pas meje, pastaj ata që vinë pas meje. Thumma yaji'u qawmun, pastaj do të vjen një popull, tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatuhu. Ka marrë një popull që dëshmia e ndonjërit prej tyre i paraprin betimet të tij dhe betimi i tij i paraprin dëshmisë së tij. Domethënë njerëz që e neglizhojnë çështjen e betimit dhe nuk e marrin me se ka vazhduar me etherin qala Ibrahim, ka thonë Ibrahimi, është për qëllim Ibrahim an-Nakhai, është prej tabiinëve, është prej dietarëve të mëdhaj, prej nxënësve të Abdullah ibn Mesudit. Ky dietar ka thonë kanu yadribunana ala shahadati wal ahdi wa nahnu sigar. Të parët ka përmend për sahabit në godisnin për dëshmin dhe besën kur ishim të vogël. Pra i kanë edukuar. Është lejuar me i rre fëmit, për mi eduku. Dhe jo runa zot ma rreje në madhe që me i shkaktu dëm në trupin e tyre. Disa prindër runa zot ja u thejnë nështë edhe në i gishtën e kama dorë të rre, shkaktojnë dëme trupore. Thotë jo, por kemi qëllimin një rreje që edukon fëmijën. Dhe jo siç mundohen disa hoxhallar apo musliman që më u gërshetu me kulturën, me edukatën perëndimore dhe më thonë se nuk është prej islamit mi rre fëmijët. Mi rre fëmijët po jo edhe mi traumatizu fëmijët. Mi rre një rremje që ata i edukon. Prandaj selefët e kanë praktikuar këtë. Edhe ne duhet ta praktikojmë që me i eduku fëmijët. Çdo punë kur shohim fëmijën që ka bërë normal, jo me startu me njëherë me rremje, por me fjalë të mira. Nëse nuk merr vesh, atëherë domethënë me përdorë edhe forcën, jo me dozë të tepruar. Kjo ishte për sonte, lutim Allahun subhanahu wa taala që të na udhëroj dritën e imanit, të na largojë nga errësirat e kufrit, shirkut, bidatit. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.